Valle, futboll dhe gëzim për përfshirje sociale është organizuar nga bashkëpunimi në mes të OJF-ve dhe Dor Albania me komunitetin egjiptian me datën 21/10/2013 në lagjen Liria në Shkodër. Si aktivitet vinte me mbështetje shumë të madhe të dhënë nga shtetësja norvegjeze Linn Fristad nga projekti i saj Linn's Dream në kuadër të javëve të aksionit të rrjetit të Far Network futbolli kundër racizmit. Në aktivitetin futbollistik morën pjesë 45 fëmijë sportist nga lagja Liria në Bashkinë Shkodër dhe nga komuna Ana Amalit, Oblik. Ndeshja e parë që ka startuar aktivitetin është luajtur nga ekipet Shpresa, ekipi formuar me këtë rast me fëmijë të lagjës Matanurës së Bunës dhe ekipit të The Door Oblika. Ndeshja ishte mjaft e bukur dhe fair play, ajo fitua nga ekipi mik me rezultatin 3-0. Më pas, ndeshja e dytë ishte mes ekipit Shpresës dhe ekipit Djemtë e Rrugës, ku aktivizuan vetëm fëmijë nga komuniteti i lagjës Liria. Takimi u fitua nga ekipi i Shpresës. Në fund të gjithë fëmijët pjesëmarrës morën diploma për pjesëmarrjen me sukses në këtë aktivitet. We started doing this privately actually, but we have also a lot of good help. Atëherë Linn thotë që unë kam pas fatin gjatë praktikës time dhe vetë bëj një film dokumentar për një familje të varfër në lagjen Liria, familjen e bujarit. Aty unë njofta nga afrata dhe nevojat e tyre. Edhe arrita të mbledh fonde në Norvegji nëpërmjet miqve të mi për t'ia ndërtuar këtë shtëpi atyre. Mirë po, ndërkohë mas kësaj anër lidhni automatikisht një anër tjetër, e cila ishte të vite dhe të bate një festë madhe për gjithë komunitetin në mes dy anëve të lagjeve, pra të cilat ndahen nga lumi puna, por që i bashkon ura e bashkon gëzimi dhe festa. Shpresoj që të ardhmen përsëri të kemi mundësi të vazhdoj të bashkëpunoj me organizatën The Door dhe të ndihmoj konkretisht me ekipin e futbollit të lagjes Liria këtu, por edhe me një grup vallësh, vajzash, cilin ka prej disa vitesh që organizata The Door po e mbështet. We don't know yet. But we are spontaneous and we like to help. Bashkë me mu këtu është edhe Suzana, shoqja ime. Por përveç Suzanës, cilën e falenderoj që e kam këtu me vete, kanë qenë edhe shumë njerëz të tjerë, cilët kanë mbështetur idenë e projektit ëndrrën time për ta bërë realitet. Prandaj gjej rastin të falenderoj gjithë ata. Aktiviteti u shprëngull në afërsi të Begjistenit, ku ishte ngritur skena kulturore. Të gjitha ato që mundsuan këtë koncert, Linn's Dream dhe Suzana, shoqata Sfinksi dhe Dor Albania, gjithashtu ky koncert është valle, futboll dhe gëzim për përfshirje sociale. Së pari edhe një herë do ta fillojmë koncertin me një valle, me që jemi në komunitetin tuaj, do të jetë një valle nga komuniteti egjiptian, drejtuar dhe udhëhequr nga mjeshtri Arben Sala.
Elsmiri, mjaft i veçantë në kërcimi. Është mjaft i njohur besoj dhe ta shijojmë së bashku kërcimin e Besit. Performanca në skenën tonë, pra do të kemi 2 valle nga grupi valleve të Aldonikës. Me këtë rast, në koncertin festiv morën pjesë këngëtarja Mukades Çanga, Besmir Sula edhe Emiliano Palali, grupet e valles të drejtuara nga Aldonika dhe Arben Sala dhe mjaft fëmijë të tjerë, të cilët improvizuan kërcime për të pranishmit. Këngëtarja e madhe Mukades Çanga. Ta mirëpresim me një duar trokitje të fortë. Fort! Bërtasim gjithë Mukadeci! Edison, sa vjeç je? 15. Emri? Liri. Liria 13 vjeç. Si quhesh? Melina. Sa vjeç je Melina? 6 vjeç je Melina. Krahas fëmijëve që u zbavitën me lojra të bëra në fushën e futbollit, skena kulturore ishte hapur edhe për ta. Vadhet dhe këngët, i gjithë aktiviteti është të ndjekur nga të pranishmit dhe nga mjaft kureshtar.
aktivitetit, me këtë rast për të gjithë të pranishmit, u servirën ushqime të zgarës falas dhe pije jo alkolike e fruta për të gjithë. Alright, all we want to say is thank you very much. Ekipa që dua të them është thjesht faleminderit shumë. And Susanna want to sing a song. Here we go. Edhe Susanna do më të një këngë. No, she doesn't want it. I'm just kidding, okay? Jam të utallë, se nuk e kam seriozisht. We just want to say we love you. Thjesht kam dëshirë të them që ju duam shumë gjithëve. Ju mundeni më thënë të njëjtën gjë, po gjithë për herë, do lejë. Alright, we love you. 1, 2, 3. 1, 2. We love you. And we come back, alright? And we have a new party another time. Ju duam shumë dhe do të kthehemi përsëri te ju thot. Edhe të kemi një mami tjetër. Okay? Alright. Okay, atëherë s'mbetet edhe mu vetëm një mesazh shumë i shkurtër. Ky aktivitet i sotëm normalisht nuk do të ishte bërë mundëm nëse ju nuk do të ishit këtu, por jo vetëm ju, por dhe gjithë kolegët e tjerë duke filluar nga Kodreti, nga Vali, nga ana tjetër Lumës, sidomos edhe nga zonjushat Lind dhe Suzanit, të cilat kanë ardhur nga Norvegjia posaçërisht për kafes. Ju falenderoj gjithëve që ishit sot dhe mos u largoni sepse shfaqja do vazhdoj. Do shërbim ushqime për gjithë ju këtu. Do të ketë kebab, do të ketë mish pulet, zgare, do të ketë fruta dhe pije. Prandaj mos u largoni, gjithë jeni të ftuar. Ushqimet janë bërë gati, pritet nga momenti në moment të vinë. Prandaj mos u largoni. Faleminderit. Okay. Thank you very, very much, all right? We love you. Peace and love. Mesazhet të dhëna gjatë kësaj dite adresonin rëndësinë e përfshirjes sociale të fëmijëve të komunitetit të rom dhe egjiptian në jetën sociale, kulturore e sportive të qytetit ton. Organizatorët kërkojnë të rrisin më shumë vëmendjen e komunitetit, të biznesit dhe qeverisë lokale. Përfshirje sociale ndaj fëmijëve dhe të rinjve të komunitetit egjiptian dhe rom. OJF The Door i falenderon të gjithë pjesëmarrësit dhe mbështetësit e aktivitetit e bashkëpunëtorët e saj, partnerët e saj, Lin's Dream, Sphinxki, Far Network dhe Norwegian Aid.